Selamu alaikum të dashur miq, po takohemi bashkë për të realizuar emisionin e përmbledhjes Kolazh Javor. Do të fillojmë nga dita e parë e javës. 5 këshillat e Abdullah bin Muhammed Hereviut ishin në qendër të emisionit Oazë e Urtësisë, ku Hoxh Sedat Islami solli urtësi dhe porosi që nxisin përmirësimin e karakterit, sinqeritetin dhe përkushtimin në jetën e besimtarit. Në anën tjetër, nënshkrimi i marrëveshjes Hudejbijës ishte tema e trajtuar në emisionin Ky është i dërguari im, ku Hoxhi Nis Rama sqaroi rrethanat e kësaj ngjarje dhe rëndësinë që ajo pati në rrjedhën e zhvillimeve historike për muslimanët. Abdullah bin Muhammed el-Harawi, i cili ka thënë kësaj: ai që është fisnikruar me 5 tipare, ai i është bashkangjitur karvanit të vepërmirëve para tij dhe i ka lodhur në kuptim të vlerave, në kuptim të rrugës së mirë që ka trasuar ata që do të vinë pas tij. Pra, është bën një personalitet që jo çdo kush mund ta ndjek. Prandaj duhet një seriozitet, duhet një vendosmëri në mënyrë që ne bëhemi të këtill, pra që të bëhemi një figurë model që ja vlen të ndiqet nga të tjerët. Fjala është për këto tipare në vazhdim. E para, ai që kërkon mirësitë në botën tjetër, jo në këtë botë, ai që duron vështirësitë dhe të ligat në jetën e kësaj bote, ai që ofron vepra të mira për ditën e nevojës, ditën e llogarisë, ai që e shet dynjan për ta blerë ahiretin, dhe ai që zemrimin e tij, pakënaqësinë e tij e bën si çmim për të arritur kënaqësinë e Allahut te bareke ve teala. Këshilla e parë të cilën na jep neve ky dietar i madh, Abdullah bin Muhammed el-Harawi, është që ne ta favorizojmë ahiretin ndaj dynjas. Pra, sali, vepërmir, është ai i cili mirësitë e tij nuk i kërkon në këtë botë, por në botën tjetër. Ai e di se kjo botë është kalimtare, është botë e përkohshme. Ai e di se ne në këtë botë kemi ardhur thjesht për të kryer një mision, për të adhuruar Allahun te bareke ve teala. Se kjo botë nuk është vend qëndrimi ynë. Prandaj mirësitë, kënaqësitë, shpërblimin nuk kërkon që ta merr në këtë botë, por në botën tjetër tek Allahu te bareke ve teala. Allahu ka thënë në Kur'an: "Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ata të cilët duan vetëm jetën e kësaj bote dhe bukuritë e saj, ne do t'u plotësojmë krejtësisht punët e tyre, dhe atyre nuk do t'ju mungohet asgjë në këtë botë. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Këta njerëz janë ata që në botën tjetër nuk do të kenë asgjë tjetër pos zjarrit të xhenemit. Pra, ai i cili nuk e beson Allahun xhallahu ala, ai i cili nuk beson në botën e përtejme, ai i cili dëshiron që nga veprat që ka bërë të përfitojë vetëm në këtë botë, do ta merr shpërblimin për veprat që ka bërë. Por në botën tjetër s'do të ketë asgjë. Dhe filluan tash nenet e marrëveshjes. Sesli neni ishte shumë i vështirë, të ndërrosh sigurisht, sinqerisht. Pejgamberi sa u tha: "Na kemi ardhur me bë umre, po e bëjmë umre me po kthehemi." Jo, tha. Neni i parë i marrëveshjes: "Ju këtë vit nuk bëni umre. Ktheheni dhe vit nashëm vini bëni umre." Mos thojnë arabët që u futët në Qabe pa lejen tonë dhe kjo i bjen që na keni mujt. Që ka një fan ngarkesash. Ka të njerëz kanë të ndryshme që kanë ngarkesa pa lidhje, pa kuptim ta. E pse thonë njerëz e para, e dyta, po e çka nëse ato njerëzit tash, unë duhet me pagu faturën e fjalët njerëzve? Na kemi ardhur me umra. Na bojnë umra dhe dalim. Dhe kjo është treguar që ju jeni kujdestarët e Qabës. Nuk kemi ardhur me e marrë Qabën dhunshëm. Nuk kemi ardhur me luftu. Fakti që po bojnë umre lirshëm, i bie që ju na keni lënë me bë umra. Ku është problemi?
Unë po e analizoj tash dilemën e Suhelit. Megjithatë, tha ja, këtë vetë ktheheni, vini vit në arshëm. Tha pejgamberi në rregull. Ai që ka të vërtetën të ndërvëzër, kjo është rregull shumë rëndësishme kuptu. Ai që ka të vërtetën me veti, na, Kur'anin e kena me vetë, është vërtet fjallë Allahut, ata argumentin e kanë forcë. Argumentin e kanë forcë. Fuqia e tyre bazohet në argument. Ndërsa njerëzit, për shembull, që kur s'kan argumente, kur argumenti ty nuk është i fortë, nuk është i fuqishëm, atëherë ata tentojnë që forcën që e kanë dhe fuqinë që e kanë me e përdorur si argument. Ka të madh. E Kurajshit e Mekës nuk kishin argumente të forta, po forcë kishin. Forcë shoqërore, ekonomike, kishin forcë. Ka se normal ishin të ndërtuar me shekuj, me dekada, udhëheqnin, kishin pasurie, vizitueshin me të madhe nga ana arabe, kështu me radhë. Kishin forcë. Dhe në mungesë të argumentit si forcë, forcën ekonomike dhe ushtarake e përdonin si argument kundër pejgamberit alayhis salam. Dhe tash marrëveshja e Hudejbjes eliminoi këtë argument. Forca nuk është më argument, s'ka betejë, mos ka lufta më. E atëra dol në pa tash forca e argumentit, jo argumenti i forcës. Edhe u kthyi pejgamberi të ndërruar shikues në Medinë me marrëveshjen e Hudejbjes, ku tashmë po fillonte një valë e re e veprimeve, aktiviteteve, një frym e re e raporteve, dhe që sikur se do të flasim në të ardhmen inshallah bin Allah të shumë që marrëveshja nuk zgjati 10 vite. Shumë më pak se kaq zgjati. Kush e prishi? E prishin Kurajshit e Mekës. Ata nuk u duruan. Ata tradhuan, normal, ata shimsu ata që të jenë korrekt me pejgamberin. Nga se dinë se kur janë korrekt me pejgamberin, kur janë të drejtë me te, ata humbin. Nga se ata janë të padrejtën. Qëllimi i krijimit të njeriut u trajtua në emisionin Thellësitë e Kuranit, ku Hoxh Osman Bekteshi u ndal tek mesazhet kryesore të fjalëve të Zotit që shpjegojnë misionin e njeriut në këtë botë dhe rëndësinë e jetesës në përputhje me udhëzimin hynor. Ndërsa kënaqësia me atë që ke ishte në fokus të emisionit Kopshti i Devotshmërisë, ku Ilir Ademi dhe Hoxh Arjan Kuteli folën për vlerën e kënaqësisë dhe falënderimit, duke theksuar se qetësia shpirtërore buron nga pranimi dhe mirënjohja ndaj begative që i ka dhuruar Zoti njeriut. Allahu është e vërtetë se ka përcaktuar disa rituale bazike, pa të cilat nuk mund të paramendohet jeta një besimtare. Nga se përmes tyre ne realisht gjenerojmë mirësi, energji, pra imunizohemi. Prandaj e kemi obligim që të falemi, e kemi obligim që të agjërojmë, e kemi obligim që të shkojmë në haqë sipas mundësive, e kemi obligim që ta pastrojmë pasurinë tonë, nëse jemi prej të pasurve të shoqërisë, dhe të gjitha këto janë në suaza të obligueshmërisë. Por për te i kësaj, çdo gjë reflekton në bazë të këtyre. Ajo që ne e marrim nga ushqyerja shpirtore përmes namazit, ajo që ne e marrim përmes pastrimit dhe filtrimit pasurive tona, përmes vizitës së Qabës, që është një lloj imunizimi i jashtëzakonshëm për besimtarin, duhet të reflektojë në çdo aspekt jetësor pastaj. Dhe ky është thelbi, kjo është çështja kryesore. Nga se Allahu nuk i ka përcaktuar këto rituale obligative për diçka tjetër, përpos që njeriu ta mbajë çdo herë të freskët në adhurim. Besueshmëria që Zoti e ka ndaj krijesës njerëzore është vlerë në vetvete. Pra Allahu pa aftësi dhe mundësi të krijesa njerëzore që mund ta përmbushë dhe mund të realizoj këtë përgjegjësi, prandaj edhe ja besoj atij. Në anën tjetër, sa më shumë që realizojmë prej përgjegjësive ndaj Allahut, sa më mirë që e dorëzojmë këtë amanet tek Allahu, aq më të ngritur, aq më të përndritur dhe më të shpërblyer jemi tek ai. Duke qenë se e gjithë jeta është garë në vetvete, atëherë nuk ka mirësi më të madhe për një garues dinjitos se sa ti përmbush të gjitha
shkaqet eventuale të nevojshme të realizimit sa më shumbullor të kësaj gare. Dhe duke qenë kësaj, ai është doher I vetëdijshëm për arritjen e shpërblimit final. Arritja e cakut final, një herët është edhe arritje e shpërblimit maksimal. Që I bie edhe për kohën e llogaritjes, pra do të llogaritet për të arritur tek shpërblimi apo ndëshkimi. Prandaj vetëdija e tij dallon është shumë e ngritur në këtë drejtim. Ai nuk është sikur se çdo kusht tjetër, sepse ai vazhdimisht e ka në ndërdijen e tij të qartë se Allahu e sheh, Allahu e vëzhgon, Allahu kërkon prej tij përgjegjësi nesër. Njohja e qëllimit të jetës e çon njeriu në njohjen e vetvetes. Dhe sa më mirë dhe sa më shpejt që e kupton qëllimin e jetës, ai do të jetë në gjendje ta kuptojë edhe natyrën e tij, edhe si krijesë njerëzore, pastaj edhe ndërtimin e tij personal. Atë se çfarë kërkon Zoti prej tij. Prandaj humbja më e madhe e njeriu është humbja e vetvetes. Dhe kjo ndodh kur ai e humb Allahun. Si e humb Allahun? E harron Allahun, e harron vetveten. Allah thot Kur'an: "Wala takunu kalladhina nasullaha fa ansahum anfusahum." Mos u bëni sikur sa ata të cilët e harruan Allahun e pastaj përrjedhoi ata e harruan edhe veten tyre. Çfarë do të thotë e harruan veten e tyre? Nuk është se ata vetëm e kputën raportin me Zotin. Por dolen jashtë prioriteteve. Jashtë prioriteteve dhe pastaj dolen edhe jashtë realitetit, sepse e humbën edhe njohjen e thelbit të jetës, qëllimit të jetës. Prandaj në mendjen e tyre çdo herë ka pyetje se kush jam, pse ekzistoj, çfarë do ndodh me mua. Kjo është humbja vetvetes që Allahu e ka që Allahu po e shpërfaq në këtë jetë. Kjo është ajo që nuk kupton ajeti. Njeriu duhet të jetë falënderues. Edhe pse ambicet e njeriu nuk rreshtin, pasi edhe vetë profeti sallallahu alaihi wasallam ose vetë tekstet sheriatike, Kur'an apo Sunet e cilësojnë njeriu si diçka që rend pas dynjas, I është dashuruar, pra është dashuruar me të pasurit tepër dhe të bredhurit dhe të endurit pasaj, megjithatë Allahu xhaleshanu tërheq dhe thotë mos harro pjesën tënde në kjo dynja. Dhe bëj mirë ashtu si Zoti të ka dhënë mirë edhe ty. Prandaj të kënaqurit me atë që ke I jep njeriu jo vetëm qëndrueshmëri në besim dhe konstantën e tij për tek Zoti, por se e bën atë si themi të përqendruar dhe të fokusuar për tek udha e tij që ai ka marrë për tek Zoti. Sepse për të arritur të pafundmen është e pamundur. Një prej rregullave ishte dije sikur gjithë bota të mblidhet për të bërë një të mirë, nuk do të bënin vetëm atë që të ka shkruar Zoti. Dhe sikur të gjithë të mblidheshin për të bërë një dëm, nuk do të bënin vetëm atë që ka shkruar Zoti. Në fund fare I thot, u ngrit pena dhe u tha fleta. Domethënë çfarë shkruar do vi dhe nuk ka dyshim në të. Profeti sallallahu alaihi wasallam në një hadith thot, e ndjek njeriu dy gjëra, rresku dhe vdekja. Me të vërtetë rresku e ndjek njeriu në hadith tjetër më shumë se sa vdekja. Në një hadith tjetër që komenton këto të dyja thot, me të vërtetë Xhibrili më ka shpallur se nuk vdes njeriu pa marrë rreskun. Atë që është caktuar do ta marrë patjetër. Nëse është caktuar që ty të ka mbetur një ditë në kjo dynja dhe të caktuar që ti do jesh bilioner, ka për ta marrë. Në një formë apo tjetër. Nëse nuk të është shkruar sikur tërë jetën, sikur të kesh ymër deri në ditën e Kiametit, nuk ke për ta marrë. Sa I përket të dhenit për hir të Zotit xhaleshanuhu, që njeriu të ndjejë mirësinë e Zotit duke dhënë në nimetet e tij, dora që jep nuk ka të bëjë vetëm me të pasurin shumë, edhe pse ata preken më direkt. Kurse dora që jep është çdo kush I cili ka dëshirë të japë për Zotin. Ndaj dhe me dhënien njeriu lufton kooperacinë. Me dhënien sidomos të monedhës ose të rreskut ose mirë themin e të mallit të prekshëm konkret. Të mirat materiale. Të mirat materiale kur jepen njeriu lufton kooperacinë me to. Gjë që nuk mblidhen kurrë me imanin, besimin e njeriu. Kooperacia dhe mosdhënia nuk mblidhen dot. Domethënë janë si dy pole tepër të kundërta. Ndaj tek njeriu kooperac nuk gjen dot veti të tjera të mira. Pra kooperacia është një shenjë e besimit dobët, besimit të ulët. Totalisht po, besim shumë I ulët. Është besim munafikësh, është shenjë hipokritësh, domethënë të kulluar, Zot na ruaj. Hipokritët kishin zakon këtë gjë.
Disa këshilla të Aliut radiallahu anhu ishin tema e emisionit Këta ishin shokët e profetit, ku Hoxh Bajram Karabeg solli urtësi dhe porosi të çmuara nga jeta e tij, duke theksuar vlerat që vazhdojnë të shërbejnë si udhërrëfyes për besimtarët. Derisa shitja e prodhimit me porosi u trajtua në emisionin Fiton Dershëm me Hoxhën Rasim Haxha, duke u sqaruar mënyra dhe kushtet e këtij lloji të transaksionit. Aliu radhiyallahu anhu është shumë i shqumë në mesin e sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me oratori edhe me fjalë dhe këshilla të bukura. Sot që do të thotë njerëzit kanë përmend që Aliu radhiyallahu anhu ka qenë nga oratorët më të famshëm të kohës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ai dhe disa nga shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë shumë me këtë. Po dyshim që fjalët e tij, urtësitë dhe këshillat e tij kanë një rëndësi të veçantë dhe janë një lloj përmbledhje e ajkës së mësimeve kuranore dhe atyre këshillave pejgamberike të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Prej tëre është ajo fjala e tij e njohur kur disa nga rebelët të cilët u rebelun ndaj tij, edhe bile ata qenë sebeb që t'i derret edhe gjaku dhe të vritet Aliu radhiyallahu anhu, dolen me disa slogane, me disa fjalë, me disa pretendime, e që ato pretendime ishte se ne dëshirojmë veç të gjykohemi sipas Kur'anit dhe sipas Sunetit. Ne dëshirojmë që të gjykohemi veç sipas shpalljes, nuk dëshirojmë që njerëzit të na gjykojnë dhe kështu me radhë. Aliu radhiyallahu anhu e tha një fjalë dhe siç thonë dietarët, e lëshoi një këshill që mbet do thotë deri më sot shumë prezente. Tha, kelimatu haqqin urida biha batil. Fjala vërtet, po synimin e keni të kot. Kjo është një nga fjalët shumë të fuqishme të Aliut radhiyallahu anhu, që tha fjala, ajo që po pretendoni është shumë e vërtet në veti, por nuk shikohet vetëm fjala e folësit, po shikohet qëllimi i tij përmes asaj fjale. Ndërsa një fjalë tjetër, Aliu radhiyallahu anhu thashte: "Ihfadhu anni khamsan falau rakibtumul ibla li talabihin." Thot, mbani me nga unë 5 gjëra, se sikur t'i merrnit vdevet dhe të hepnit në to që të bredhni, poshtë dhe lart, t'i mbledhni këto këshilla, s'keni pas mundësi mi mbledh. Po të më tërgu se janë 5 gjëra të rëndësishme, 5 këshilla shumë të çmueshme, atëherë po të merreni nga unë se me dalë mi lyp ju me deve, është për që me udhthu poshtë dhe lart, nuk keni me arrit mi mbledh këto fjalë dhe këto këshilla dhe këto do thotë urtësi që Aliu radhiyallahu anhu po na jep. E para prej tëra, po thotë: "La yarju 'abdun illa rabbah." Njeriu që është rob i Zotit, të mos shpresoj në askënd përveç se në Zotin e tij. Njeriu të mos jetë i lidhur me dikant, që shpresa e tij varet nga dikush tjetër. E kemi çështjen tjetër që është shitja e shërbimeve ose e të drejtave autoriale, të cilën çështje dietarët e mëdhëbit Hanefi e kanë trajtuar shumë ngushtë, edhe nuk kanë leju. Nuk e kanë leju shitjen e këtyre artikujve sepse nuk i kanë llogarit artikuj fare. Sepse ata kanë llogarit që artikull është diçka një mall, të cilin mundesh me kap, mundesh me pronësu me botanin, me rujt dikon. Ndërsa e drejta autoriale, për shembull, ose shitja e shërbimeve, është diçka abstrakte. Domethënë, kontratë për diçka, për një produkt që është abstrakt, nuk mundesh me kap, nuk mundesh me botanin, me pronësu, edhe për ata nuk e kanë leju. Mirë, sikur bota të punonte sot me fetvën edhe shpjegimin e dietarëve të mëdhëbit Hanefi, me të vërtetë shumë prej shitblerive të kohës së sotit nuk do të duhej të realizoheshin edhe do të ishin të ndaluara. Pse? Sepse ne kemi të drejtat autoriale. Mu caktu lloji i lantës së parë çfarë kam u përdor. Bon, nëse i thuhet se kemi marrë rregulluar një dhëmë të fjetës për shembull i prodhuesit, atëherë caktohet se çfarë lloji, domethënë çfarë ibericë ose çfarë drase, çfarë materiali,
Gjithashtu edhe sasia, po këtu kërkohet gjithashtu edhe koha, edhe afati. Mënyrë që mos mu dëmtu asnjëna por, sidomos blerësin këtë rast, sepse ka mundësi prodhuesi me tregu neglizhencë, edhe llogarit që blerësi llogarit që brenda javës mundet me pranu mallin, i vjen malli mirë, bëhet muaj, bëhen 2 muaj edhe nuk pranon mallin, ndërsa kë dëmtohet për arsye se i ka rregulluar shumë çështje tjera në bazë të pranimit të mallit të cilin pret me e marr e që është vënu. Gjithashtu e përmendin dietarët këtu se lejohet me ja kushtëzu, me vendos një kusht që është do të thonë blerësin këtë rast, ai që shkon me bletë e prodhuesi, me i kushtëzu që me dorëzu mallin në fat caktuar. Nëse se dorëzon në fat caktuar, atëherë pason dënimi. Nëse furnizuesi është edhe prodhues, atëherë kjo është istisna. Tamam që përmendu në istisnan, që nuk prish punë kur do që bëhet pagesa. Qoftë në fillim, para pagesë, qoftë me këste, qoftë në fund të furnizimit, qoftë fund vitit, qoftë në fund periudat të ndryshme, nuk prish punë përderisa furnizuesi është edhe prodhues, edhe furnizues. Kjo nuk është shumë problem. Për shembull, një ndërmarrje e cila i prodhon vetë uniformat e shkollës të saj. Edhe i bën kontratën me shkollën që me i furnizu, domethënë çdo vit, ose çdo gjysmë viti, ose çdo 2 vite me i furnizu me uniforma shkollën. Këtë rast kjo është edhe furnizues, është edhe prodhues. Kjo është problem. Në emisionin Familja, Enklit Pelari dhe Hoxha Ahmed Kalaja trajtuan temën si të rikthejmë harmoninë në familje, duke theksuar rëndësinë e komunikimit dhe mirëkuptimit mes anëtarëve të familjes. Derisa ndërmjetësimi i Zejnebës, vajzës së Muhamedit alayhi salam, u trajtua në emisionin Gratë në kohën e pejgamberit, ku Ilir Ademi dhe Hoxh Ferit Piku u ndalën te roli i saj dhe veprimet që pasqyrojnë urtësi, përkushtim dhe ndikimin e grave në ngjarjet e hershme islame. Sipas këndvështrimit islam duhet që çdo gjë të nisi me besimin në Zot. Çdo gjë duhet të jetë, domethënë, Zotja i cili, domethënë, është qëllimi kryesor për të cilin ne jetojmë. Pra, normalisht që jeta e kësaj bote neve na bën të lidhim, le të themi, marrëveshje, sepse edhe jeta bashkëtorë është një lloj, le të themi, marrëveshje mes dy personave për të kaluar jetën bashkë dhe për të qenë bashkë edhe në këtë botë dhe në botën tjetër. Mirë po, synimi ose objektivi kryesor është besimi në Zot. Pra, duke qenë besimin në Zot, jeta merr kuptim. Pra nuk është thjesht një interes që me të mbaruar, le të themi, funksioni i gjës, mbyllet kontrata, mbyllet marrëveshja. Jo, ne kemi i synim tjetër më të rëndësishëm që është të arrijmë nëpërmjet martesës kënaqim Zotin, të arrijmë nëpërmjet martesës të shohim mrekullitë e Zotit, të arrijmë nëpërmjet martesës të lëmë në këtë botë njerëz të tjerë të cilët do të adhurojnë Zotin. Çfarëdo që të ndodhi mes dy bashkëshortëve, në fund fare themi prit se jemi për hatër të Zotit. Atë po e kalojnë për hatër të Zotit, atë po e falin për hatër të Zotit. Janë shumë gjëra që ndodhin në jetën bashkëshortore që kur futet Zoti në mes, anashkalohen, tejkalohen, si me thënë, bëhen më të lehta për të kapërcyer, bëhen më të lehta për të kapërdir, sepse është besimi në Zot, pra hatri i Zotit. Pra në momenti që është hatri i Zotit, në momenti që është besimi në Zot, unë mendoj se le të themi shumë dilema, shumë debate, shumë konflikte kanë përtushuar. Pse? Se për hatër të Zotit. Dhe ne besojmë se kur diçka e lejmë për hatër të Zotit, kur diçka e anashkalojmë për hatër të Zotit, kur diçka e kapërdim për hatër të Zotit, ne kemi atë besimin se Zoti do të na kompensojë. Pra do të na japi Zoti kompensim për këtë lloj, le të themi në thojza, sforcimi që ne bëjmë për hatër të Tij. Pejgamberi sa më ka thënë, kush e bën diçka për hatër të Zotit ose e lën diçka për hatër të Zotit, Zoti do ta kompensojë më së miri në krahasim me atë që ai ka humbur sesa po ta ndiqte sipas mënyrës së tij. Kështu që edhe jeta bashkëtorë, domethënë momenti që është pastërtia mes tyre, momenti që është sinqeriteti mes tyre, momenti që ata me njëri tjetrin janë shumë të pastër, janë shumë të sinqertë me njëri tjetrin, ti je i sigurt se nuk ka gjë që mund ta thyj
këtë lidhje. Në momentin që fillojnë, le të themi, në momentin që fillon humbja e sinqeritetit, le të dalim në gjëra konkrete. Çdo thot sinqeritet do humbja e sinqeritetit. Në mënyrën se si, le të themi, tregohen gjërat, mënyrën se si thuhen gjërat, mënyrën se si njëra palë i fsheh gjërat nga pala tjetër. Domethënë, në momentin që fillon dhe kriset dhe humb sinqeriteti, ajo do ta japi diku shpërthimin, do ta japi diku. Për këtë arsye, përfitoj nga rasti, domethënë që bashkëshortët, sidomos pra në një lidhje të suksesshme, duhet që të jenë shumë sinqert me njëri tjetrin. Ti thon gjërat ashtu siç janë, ti tregojnë gjërat ashtu siç janë. Edhe pse për momentin ajo gjëja mund të ketë një efekt, le të themi, të rënd, apo pala mund të vuajë diçka, më mirë me një sinqeritet dhe pastërti dhe do të ketë me shpresë Zotit, domethënë vazhdueshmëri, sesa duke bërë hile. Historia e Zenebës dhe Ebul Asit është ka historitë më të bukura dhe më prekse të grave në periudhën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Është një histori në të cilën del në pa dimensioni i lidhjes në familje, i marrëdhënieve të sinqerta, të bazuara mbi respekt, në fisnikëri, që në fund të kësaj historie do të shikojmë që këto marrëdhënie edhe këto lidhje nga që kanë qenë kaq të sinqerta, kaq të pastra, në fund triumfojnë me gjitha pengesat. Është një histori që nxjerr në pa dhe fisnikërinë dhe vlerat e asaj shoqërie, e cila edhe pse ishte e devijuar, e përhumbur në aspektin e besimit, kishte disa themele që janë shumë të rëndësishme dhe vlera mbetet gjithmonë, është universale. Dhe ajo është tamam roli i asaj gruas që di të ruaj këto ekuilibra, edhe pse shpeshherë kundrejt vetes së saj, kundrejt dëshirës së saj, por gjithmonë është e pastër dhe sinqert dhe do gjejmë që në emër të edhe këtij besimi, po edhe kësaj dashurie të sinqert, ajo ndërhyn disa herë. Ndërhyrja e parë është ajo pikërisht që sapo folëm. Ajo dërgon gjerdanin e saj si shenjë shpagimi për bashortin e saj. Një kohë që ndoshta nuk mund ta bënte diçka të tillë sepse se kishte detyrim. Detyrim e kishin familja e tij. Ishin burra dhe fisi që do të dërgonin shpagim, por ajo dërgon pikërisht sepse nuk e përballon dot që bashorti i saj është peng në dorën e muslimanëve. Dhe profeti alayhis salam, si thuaç, edhe muslimanët e pranojnë ndërmjetësimin e Zenebës dhe për më tepër nuk e pranojnë që t'i marrin pasurinë e saj, aq më tepër që ajo pasuri ishte simbolika e një dhurate që ishte e pavdekshme, kujtimi i pavdekshëm ishte gjerdani i Hatixhes. Kjo është një element i rëndësishëm se nuk është se u pranua ndërmjetësimi i Zenebës sepse ishte vajza e të parit të shtetit dhe ishte vajza e profetit të Zotit, por sepse ai tha, nëse një musliman apo një muslimane hyn garant për dikë, sepse garancia, sidomos tek arabët, kishte peshë jashtëzakonshme, ndërmjetësimi, kur një njeri i garantonte tjetrit jetën, gjakun dhe pasurinë, nuk kish kusht të drejtë ta prekte atë. Edhe deri diku edhe arabët e kishin, e respektonin si institucionin e ndërmjetësimit, por ajo që është e rëndësishme është fjala që tha profeti alayhis salam, tha edhe më i vogli prej nesh, kur pranon të sigurojë dhe të garantojë dikë, ne duhet ta pranojmë garancinë e tij. Miqësit e pazakonta dhe kuptimet e veçanta që ato sjellin në jetën e njeriut u trajtuan në emisionin e Thëna e Pathënë me Hoxhën Ekrem Avdiu, ku u ndalëm tek vlera e lidhjeve të sinqerta dhe ndikimi i tyre në përjetimet dhe rrugtimin personal të njeriut. Derisa babai si shtylla e familjes u trajtua në emisionin Ka mësuar Islami, ku Hoxh Bleri Musliu ndalte roli i tij si përgjegjës dhe mbështetës i familjes. Ajo që e bën individin të mbjetoj është shkatësia e tij për të mbetë në sipërfaqe, për mos më mbyt. E në kuadër të kësaj, padyshim që një rol të veçantë e lune edhe miqësia, duke qenë se dy apo më tepër njerëz që i përjetojnë të njëjtat vujtje, të njëjtat tortura, të njëjtin presion e kështu me radhë, gjithsesi secili prej tyre e ka një forcë të rezistencës, deri ku mundet me duru, deri ku mundet me rezistu. Mirë po nëse dy persona bëhen bashk,
atëherë ajo forcë e rezistencës nuk shumëzohet thjesht me 2. Bëhet shumë më e fortë. Për arsye se njerëzit mes tjerash edhe frymëzohen duke e pa njëri tjetrin. Ne shkojmë e vizitojmë Qabën edhe jashtë kohës së haxhit, shkojmë në umre. Edhe ajo është udhëtim interesant. Edhe ata bashkëudhëtarët e umrës janë kolegë interesante kështu me radhë. Megjithatë, haxhi duke qenë se është edhe veprim i veçantë, shtyllë e Islamit. Duke qenë se edhe rolin edhe ndikimin e ka të një shkundjeje të fuqishme që e shkakton në shpirtin e secilit besimtar, dhe unë mendoj se këtë ti e ke më të freskë se sa unë. Aty pastaj çdo njeri që ka marrë pjesë me ty në atë proces edhe në atë përjetim, ti e konsideron si njeri shumë të afërt. E kam për qëllim ata me të cilët ke nda kohë, ata me të cilët ke nejt, ata me të cilët ke shku në xhami dhe i kthy pi xhamis, ose ke shku në Arafat dhe keni qëndruar afër bashkë dhe keni mos të them keni evoku kujtime, po ndoshta keni shpalos përjetime, keni folë dhe keni analizu qysh po e përjeton, për shembull haxhin ose Arafatin ose tawafin ose faljen në Qabe, kush po të kujtohet, çka po të kujtohet me u lutë e kështu me radhë. Edhe padyshim që sa më shumë që të ketë pika të takimit në këtë aspekt, ai person të bëhet më i dashur për arsye se në një farë mënyrë duket sikur ai po ta kupton shpirtin. Shiko, ekuilibri është diçka që ne duhet punojmë vazhdimisht për ta. Pa nuk është diçka që ne e vendosim një herë dhe e kemi aty gjithmonë, po është diçka që na vazhdimisht tentojmë me punu me ta, me u ndërgjegjësu me ta, me i pa mangësitë tona, sepse sa herë takojmë një person të ri, na gjithmonë kemi me vrejt tek vetja jonë diçka tjetër, për shembull, një vështërsi ose një mangësi tonë që kemi, po ideja është jo me gjyku veten, por me tentu me përmirësu gjithmonë atë pjesë. Mirë për sa i përket fëmijëve, familjes, mendoj që sa më shumë t'i kontribuojmë këtij aspekti, sa më shumë ndërgjegjësohemi në këtë aspekt, aq më shumë mundemi me mbajt balancin. Sa më shumë abstenojmë ose nuk dojmë me ja ditë kësaj pjese, atëherë normalisht konfliktet edhe problemet kanë me qenë vazhdimisht prezente. Baba është shtylla kryesore e familjes. Është shtylla e cila e mban në të gjitha dimenzionet familjen e tij. Baba është ai i cili nuk e ka vetëm rolin e furnizimit material, por roli i babës brenda familjes është rol i cili te kalon kufizimin e sjelljes së gjërave materiale në shtëpi. Baba është udhëheci real i familjes. Baba është edukatori. Baba është orientuesi. Baba është drejtuesi i familjes, në bazë të cilit do të formohet, do të ndërtohet dhe do të orientohet një familje. Sigurisht se babai i suksesshëm nuk mjaftohet vetëm me, ajo është domosdoshme, por nuk mjaftohet vetëm me sjelljen e sigurisë materiale, por tham edhe të aspekteve psikologjike, edhe të aspekteve të sigurisë, edhe të aspektet e krijimit të një ambienti të sigurt brenda familjes, edhe atëherë kur ndoshta mungojnë rrethanat dhe atëherë kur mungojnë kushtet që ata të ndihen të sigurt, sepse do të mjafton të atyre të thonë, jo e kemi babën. Baba është këto. Andaj cili është përgjegjësia e prindit, babë në këtë rast, për t'i ofruar këto stabilitete, këtë qetësi dhe këtë rahati, sigurisht se këtë e ka ofruar si detyrë dhe si obligim mësimet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra ma shumë ka ndikim veprimi i një njeriu tek 1000 njerëz, sesa 1000 njerëz të ngriten edhe të flasin një njeriu të vetëm. Andaj roli i babës nuk është rol i Ciceronit. Ti duhet bashkështu, kjo është, jo. Kjo është pjesa formale, pjesa reale
e edukimit të fëmijëve, e bartjes e përgjegjësive, e bartjes e amanetit, e kryerjes së kësaj detyre madhore, e këtij privilegji të madh që e bart prindi, babë në këtë rast, është që fëmia të shet tek ai në praktik të gjithë ato të cilën ai po e flet. Vazhdojmë tutje me emisionin Kolazhi javor, siguria emocionale që ofron familja ishte temë e emisionit Këndi i diskutimit, ku psikologu Yll Avdiaj u ndalte roli i familjes si bazë e stabilitetit psikologjik dhe zhvillimit emocional të individit. Ndërsa rrëfimi mbi Zekerian dhe Jahjen alayhimus salam u trajtua në emisionin Popujt e Kuranit, ku Hoxh Muhammed Dërmaku ndalte ngjarjet dhe mesazhet që lidhen me jetën e tyre, duke theksuar durimin, përkushtimin dhe lidhjen e fortë me Zotin fuqiplot. Ne jemi qenie njerëzore dhe ne kemi disa nevoja të cilat, si më thonë, na kushtëzojnë mbi jetesën tonë në këtë jetë. Një ndër to do thotë është edhe aspekti emocional. Pra, kur ne nuk ndihemi të përmbushur emocionalisht, atëherë në gjithmonë kemi me qenë në kërkim të përmbushjes, pavarësisht ku dhe çka dhe me kë. Kështu që boshllëku do të mbushet. Boshllëku duhet të mbushet. Si me çka pastaj mbetet me u pa. Sa do të jetë ajo mbushja ai material, po e them në thojza mbushjes, a do të jetë i mirë, i shëndetshëm për personin, individin, apo do të jetë shumë i dëmshëm? Pra, diçka do të zë vend aty. Diçka do të zë vend. Dhe po, rrjetet sociale për shembull sot e potentojnë në një farë mënyrë me përmbush këtë lloj boshllëku, ose që nënkupton pastaj mungesë të komunikimi mes anëtarëve të familjes. Komunikimit me anëtarët të familjes, por si më thon, nuk mundemi me pa edhe çaq pastër këtë pjesën se për shembull më thon, nëse ka me pas komunikim mirëfilli, për shembull, se mbështetje familjare, mirëkuptim emocional e tjera prej familjes, atëherë normalisht që fëmijët nuk kanë me pas ndikime prej rrjeteve sociale. Jo, këto nuk mundemi me thonë, sepse rrjetet sociale janë bërë diçka aktuale. Mendoj që krijojmë nganjëherë botkuptime aq të vrashta për ne saqë ato ngurtësohen. Dhe domethënë këto botkuptime gjithmonë i sjell një person autoritet dhe i legjitimon. Nuk e di sa po jam i qartë, për shembull, nëse një person nuk ka mujt me përballu dhimbjen e vet dhe është bë autoritet, ka thonë se dhimbjen kërkush nuk bën me shfaq. Nëse po mujt me u shpreh këtë mënyrë. Dhe kur ajo bëhet rregull, ligj, zakon, pastaj është shon duke transmetuar në gjenerata. Mirë, po ne nuk duhet harrojmë se emocionet e kanë një funksion te ne. Nuk ekzistojnë rastësisht në veten tonë, në trupin tonë, në qenien tonë. Kështu që ne duhet ta mësojmë ose ta dimë, ta kuptojmë funksionin e tyre. Sepse nëse neve na vdes dikush, jo rastësisht vjen pikëllimi dhe nuk vjen gëzimi. Nëse vjen gëzimi, që normale. Është e konsideroj jo normale, do thotë, po flasim për një situatë ku një person i dashur joni ka ndru jetë. Dhe ne po gëzohemi se ka ndru jetë, nuk ka sens. Kështu që nëse vjen pikëllimi e ka vendin aty. Dhe tash, ne i themi personit mos u pikëlla, mos u mërzet, mos u bën i ligë, mos u bën i dopt e tjerë, do thotë, kjo është mesazh ndrydhe, mbaje. Dhe pastaj do thotë këto emocione nuk shkojnë askund, vetëm kthehen ma brutale në shëndetin tonë. Shiko, ekuilibri është diçka që ne duhet punojmë vazhdimisht për ta. Pra nuk është diçka që ne e vendosim një herë dhe e kemi aty gjithmonë, po është diçka që na vazhdimisht tentojmë me punu me ta, me u ndërgjegjësu me ta, me i pa mangësitë tona, sepse sa herë takojmë një person të ri, na gjithmonë kemi me vrejt tek vetja jonë diçka tjetër, për shembull, një vështërsi ose një mangësi tonë që kem, po ideja është jo me gjyku veten, por me tentu me përmirësu gjithmonë atë pjesë. Mirë për sa i përket fëmijëve, familjes, mendoj që sa më shumë t'i kontribuojmë këtij aspekti, sa më shumë ndërgjegjësohemi në këtë aspekt, aq më shumë mundemi me mbajt balancin. Sa më shumë abstenojmë ose nuk dojmë me ja ditë kësaj pjese, atëherë normalisht konfliktet edhe problemet kanë me qenë vazhdimisht prezente.
Zekeriaja a.s. pra ishte nga Ben Israelit, ishte shumë i devotshëm, ishte thirrës në rrugën e Allahut, tentonte ta mbronte atë besim që kishte trashëguar nga gjeneratat e mëparshme, nga pejgamberët e mëparshëm, dhe Allahu kishte dhënë gradën e pejgamberit që dhaj të kishte këtë mision. Mirë po, me kalimin e kohës, Zekeriaja a.s. do të mplakët, do të dobësohet, do të sheh veten se nuk është në atë energjinë e mëparshme dhe në moshat të tilla çdo njeri, sidomos ata që janë misionar, e kanë hall, e kanë dert se kujt po ja lën këtë trashëgimi, këtë detyrë që kanë mbi supet e tyre. Zekeriaja a.s. ishte sprovuar me mungesë të fëmijës. Pra ishte sigur Ibrahim a.s. pra prej profetëve janë këta dy që përmenden që nuk kanë pasur fëmijë. Lutja e tij drejtuar Allahu xhalla xhelaluhu në një moshë tepër të shtyrë, kur eshtrat ishin dobësuar, flokët koka ishte thinjur, gruaja ishte edhe më parë sterile, ndërkohë që ky nuk ishte mësuar që Allahu të mos ja pranoj doan. E kishte shpresën e madhe që Allahu mund të bëj gjëra prej më interesanteve edhe mund t'i përgjigjet ftesës dhe nuk ka asgjë të pamundshme, dhe jo vetëm kaq. Unë përmenda dy elemente pse ai kërkoi fëmijë. I pari, pra, vetë Allah në surën Maryam e përmendi dhe detajoi se si Zekeriaja a.s. i kërkoi, pra, yerithuni wa yerithu min ali Yaqub. Pra, një kujdestar, një pasues që edhe kujdeset për mua, edhe bart misionin që kam unë dhe Jakubit, që kam të marrë edhe prej familjes së Jakubit a.s. pra prej familjes së Izraelit. Dhe i than, inna nubashshiruke bi ghulamin ismuhu Yahya. Zekeria, ne po të përgëzojmë, po t'japim myshde se ti do të kesh një fëmijë që do ta ketë emrin Yahya. Lem naj'al lahu min qablu samia. Kësi emrin nuk i kemi vendosur askujt para këtij fëmije. Pra, Zekeriaja a.s. befasohet, ndonë se ishte i bindur që Allahun nuk e kthen mbrapa lutjen e tij, por po ashtu ishte edhe i bindur që Allahun mund ta sprovojë sikur që e kishte sprovuar edhe më herët. As më tepër, të gjithë faktorët janë në disfavor të tij që të ketë fëmijë. I shtyr në moshë ky, e shtyr në moshë gruaja. As më tepër kur gruaja edhe në rininë e saj ka pasur sterilitet dhe nuk ka lindur. Megjithatë, Zekeriaja a.s. mahnitet dhe preket nga ky lajm kaq i gëzueshëm për te. Dëshprimi nga mëshira e Allahut u trajtua në emisionin Zemra me sëmundjes dhe shërimit, ku Hoxha Elbasan Zani u ndalte pasojat shpirtërore të humbjes së shpresës. E në emisionin Fjala që udhëzon, Hoxha Gentian Mara trajtoi temën sekretet midis teje dhe Allahut, duke theksuar dimenzionin e brendshëm të lidhjes së njeriut me Krijuesin. Mos e humni shpresën është për qëllim, mos e humni shpresën nga mirësia e Allahut. Nga ajo pozitivja që Allahu Azza wa Jall ka me sjell në mesin tonë nëse ne kërkojmë dhe nëse ne shpresojmë. Dhe sipas Ibn Zeidit, min rauhillah është për qëllim mos e humni shpresën nga lehtësimi i Allahut. Pra, pas kësaj sprove që na ka goditur me Jusufin a.s. se sprove rënd, Allahu do ta sjell lehtësimin. Allahu do ta sjell bashkimin. Dhe të gjitha këto komentimet e dietarëve të nura vëllezër janë të përafruara mes vete që tregojnë se mos e humni shpresën në mëshirën, lehtësimin dhe mirësitë e Allahut Azza wa Jall që do t'i sjell për neve. Innehu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Nuk e humb shpresën në mëshirë të Zotit vetëm se populli pabesimtar. Që tregon se kush e ka humbur këtë shpresë i përngjason cilësive të pabesimtarve. Allah na ruajt, mund të dalën në pozicion kur edhe e mohon Allahun Azza wa Jall. Dhe Ibn al-Qayyim thotë, keqardhja për gjunahin është kushti më i madh i pendimit. Pendohet duke vendosur me një vendosshmëri të çelëkt se ma nuk do të kthehet në mëkatin që e ka bërë.
Pra të gjitha këto janë kushtet kryesore të pendimit që i kanë cekur dietarët islam. Dhe është një kusht i katërt që ndërlidhet me robin, ku duhet të shkosh dhe t'ja kërkosh halalin vllait tënd për zullumin, padrejtësinë ose për ndonjë gjë tjetër që i ke bërë, në mënyrë që në ditën e gjykimit Allahu ta fal gjunahin ose gabimin që e ke bërë ndaj palës tjetër. Ndaj të gjitha këto bashkohen në arsyetimin e Zotit që ja bën robit në ditën e gjykimit, kur i vije me mëkate të mëdha, me hajni, me vjedhje, me prostitucion, me vrasje, e me gjërat e tjera, në fund mund të vije falja Allahut Azza wa Jall, sepse robi është penduar, robi ka ndjek keqardhje për gjunahet e tij. Allahu subhanahu wa taala dëshiron edhe në ajetet e tjera që të na thotë se mëshira e Zotit e te i kalon dhe është më e lartë se sa hidhrimi i tij. Wa rahmeti wasi'at kull shay. Dhe mëshira ime ka përfshirë çdo gjë. Gjithashtu në hadithin qudsi, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, ka thënë Allahu, dhe rahmeti im e ka përfshirë ose e ka mbuluar ose e ka tejkaluar hidhrimin tim. Andaj, kjo është mëshira e Zotit që ne duhet ta duajmë, të kapemi fuqishëm për të dhe të shpresojmë dhe të kthehemi tek Ai. Erdhi një person tek profeti alayhi salam dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, ndonjëri prej nesh e vepron një vepër, thon ndryshe, domethënë në sekret të plot, top sekret, pra që nuk e din askush, veç ti. Mirë po, i pëlqen vepra e ti, mahnitet me veprën e ti dhe e publikon atë. Pra çfarë mund të konsiderohet fakti tani që këtë që e kishte të fshehtë sekret midis tij dhe Allahut subhanahu wa taala, çfarë mund të konsiderohet, thot profeti alayhi salatu wassalam, ai ka dy shpërblime. Shpërblimin e të parës të cilin e veproi në sekret, pra sekret me Allahun subhanahu wa taala, ose në një privatësi me Allahun subhanahu wa taala, dhe shpërblimin e të publikuarit të saj. Profeti i dashur në një ndër hadithet e tij ka përmendur se një ndër 7 kategoritë e njerëzve të cilët do të jenë në hijen e arshit të Allahut ditën ku nuk ka hije tjetër përveç hijes së arshit të tij, do të jetë një kategori njerëzish. Ata të cilët i japin, thot, me të djathën e tyre, ajsa dhe majta nuk din se çfarë dha e djatha, ose anasjelltas, pra me 2 transmetime të ndryshme, ata të cilët japin me të majtën e tyre, ajsa nuk e din dhe e djatha. Kur e shohim këtë hadith, vërejmë një përplasje, po që në realitet nuk ka përplasje aty. Japin me të djathën, sepse çdo punë të mirë ne bëjmë me të djathën. Edhe kur marrim e japim, edhe kur takojmë dikë, takojmë me të djathën. Por edhe kur i japim diçka, jo më patjetër një sadaka, po një send, edhe në familjen tënde, ndoshta fëmijës, domethënë do t'i ofrosh një gjë send, i japim me të djathën dhe marrim me të djathën. Pra çdo punë të mirë në Islam ne e kryejmë me të djathën, ndërto dhe sadakaja me patjetër. I japin me të djathën, Zot na bëj për të djathtë dhe prej punë mirëve, ai sa nuk din e majta. Këshilloj çdo kënd të veprojë vepra të cilat janë shumë normale, por t'i veprojë me një lloj privatësie dhe t'i ruaj për një ditë kur i nevojitet të kemi një vepër e cila do të ndërmjetësojë tek lutja jonë, për që do të jemi shumë nevojtar për atë. Bëjeni për Allahun subhanahu wa taala çdo gjë, por ruajeni. Pra, që do të thotë që ne kemi vepra të cilat janë shumë normale, të cilat i veprojmë në heshtje, ose në një lloj privatësie, në një lloj sekreti. Pra nuk i ekspozojmë për publikun e gjerë. Se si rasti konkret, pra kjo është e ekspozuar, por është e ekspozuar në një arenë shumë të ngushtë. Ndërsa për publikun e gjerë ka veprime të tjera. Tani, ne nuk mund të themi për publikun e gjerë se një person i cili i fal 5 kohët e namazit duhet fshihet për faljen e 5 kohëve të namazit se e dua midis meje dhe Allahut subhanahu wa taala. Për gjëra të cilat janë
të obligueshmëria e të cilave domethënë duhet të jetë publike. Të nderuar miq, kështu arritëm në fund të takimit të sotëm përmes emisionit Kolazh Javor, ku sollëm për mbledhjen javore. Faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.